Dragan Stojković është kthyer sot në armikun e mediave serbe. Trajneri i Serbisë i pyetur nga gazetarët serb në konferencën për shtyp për incidentet nga tribunat me lojtarët, i ka hedhur poshtë aludimet e tyre, duke deklaruar se në Tiranë kishte përjetuar atmosferë fantastike në stadium. Ndryshe nga mediat serbe, të cilat e quajtën ndeshjen e Tiranës sikur kishin përjetuar një terror, trajneri kombëtares Dragan Stojković kishte një tjetër mendim. Ai do të dëshironte që atmosfera e përjetuar në Tiranë, në stadiumin e Air Albania, të përsëritej edhe në Beograd. Nuk ju pëlqeu loja, nuk ju pëlqeu, gjeni një trajner tjetër, atmosfera këtu ishte fantastike, i përgëzoi tifozët shqiptar për këtë, do të doja të kishim një atmosferë të ngjashme edhe tek ne, vijoi më pas ai. Finalizimi duhet të përmirësohet, mundësitë që patëm, një ose dy topa mund të kishin përfunduar në rrjetën e Strakoshës, një ndeshje tmerrësisht e vështirë jashtë fushë kundër Shqipërisë në Tiranë, ne e kontrolluam lojën, kishim kontrollin e topit, ku e ulëm sulmin e tyre në 0, kështu që ata duhet të ishin të kujdesshëm, sepse panset nuk mund të na përballonin në këtë ndeshje. Shpirti i mirë luftarak, vrapim, shpenzim energjish, u shpreh Stojković. Më tej pikë si shtoi, kjo edhe çdo gjë tjetër do të jetë e vështirë, cilësia duhet të dalë në pa. Kjo pikë nga Tirana duhet të materializohet edhe me 3 pikët kundër Andorrës duhet fituar. Analiza e ndeshjes Andorra-Angli na pret të nesërmen. Rezultati është i habitshëm për mua 0-1, por ka ende një ndryshim të madh në nivel. Në Leskovac na presin 3 pikët e para për Serbin. Penaltia ishte sikur dikush më goditi me vare, pa kujdesi, një gjest që ndodhi rastësisht, por edhe nëse do të kishin shënuar, ne do ta kishim rritur lojën tonë ofensive në maksimum dhe do të kishim shkuar për gjithçka ose asgjë. Nuk e pash penaltin kur e gjuajti. Le të vazhdoj Gjorgje të mbroj kështu dhe nuk do të ketë probleme. Ai e meritonte të ishte atje dhe e meritonte ta ndalte atë. Besimi që ka është magjepsës, tha Stojković. Vlen të kujtojmë se mediat serbe duket se harruan turpin e Beogradit dhe pas ndeshjes në Air Albania shkruan se huliganët shqiptar nuk patën mëshirë ndaj lojtarëve të tyre. Sipas raportimeve të mediave serbe, atmosfera në Tiranë ishte e ndezur dhe në disa raste doli jashtë kontrollit. Lojtarët e përfaqësuese së Serbisë sipas tyre u goditën 5 herë me objekte nga tifozët vendas, duke çuar në ndërprerjet e erpashershme të ndeshjes. Mediat serbe cilësuan sjelljen e tifozëve shqiptar si të tmerrshme dhe kritikuan ashpër arbitrin italian të sfidës për mosmarrjen e masave të prera. Sipas të gjitha kritereve të UEFA-s, arbitri duhej ta boshatiste tribunën ose të ndërpriste përfundimisht ndeshjen, shkruan një nga portalet kryesore serbe, duke shtuar se nëse ngjarja do të kishte ndodhur në Beograd, do të ishte e pamundur që ndeshja të vazhdonte. Sa kaq vlen të theksohet se edhe pse pati disa episode të hedhjes së sendeve në fushë, sjellja e tifozërisë shqiptare në tërësi nuk krahasohet fare me atë të huliganëve serb në takimin famkeq të 11 viteve më parë në Beograd, ku tifozët hynë në fushë dhe goditën me çfarë të mundin lojtarët e kombëtares tonë.